Mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë një javë të re në letrat tarot, çfarë do na thonë për 12 qenjat e zodiakut. Do të shikojmë udhërrëfime shpirtërore, energjitë, mundësitë, dashurinë, punën dhe financat gjatë javës 16 gusht deri në 22 gusht. Merrni vetëm ato që ju interesojnë. Ju faleminderit. Dashi, për këtë javë dash, letra perandori. Kjo letër të kërkon të marrësh kontrollin në jetës tënde dash. Nuk është momenti për të pritur që të tjerët të vendosin për ty. Në punë dhe financa mund të shfaqet një mundësi që kërkon seriozitet, disiplinë dhe vendimarrje të zgjuar. Në dashuri, nëse je në një lidhje, duhet të shmangësh forcinë dhe dëshirën për të pasur gjithmonë të drejtë. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga një person me karakter të fortë dhe shumë të sigurt. Dhe mesazhi i letrës tarot për këtë javë dash, mos e humb autoritetin mbi jetën tënde, por mos u përpiq as të kontrollosh gjithçka. Demi, letra e tarotit për këtë javë dem, asi i pentakulave. Një javë shumë interesante për çështjet materiale dem. Asi i pentakulave sjell një farë të re, një mundësi pune, një ide për të ardhura, një marrëveshje ose një fillim që mund të rritet me kalimin e kohës. Në dashuri, kjo letër sjell stabilitet. Nëse je në një lidhje, mund të filloni të mendoni më seriozisht për të ardhmen. Nëse je beqar, një njohje mund të nisë ngadalë, por të ketë potencial të fortë. Mos kërko rezultatet e menjëhershme, ajo që mbillet këtë javë mund të jatë fryte më vonë. Dhe mesazhi i letrave për ty, një derë e vogël mund të të çojë në një mundësi shumë më të madhe. Binjakët. Letra e tarotit, 8 shkopin binjak për këtë javë. Përgatitu për një javë me lëvizje binjak. Gjërat që kanë përqendruar pezull mund të fillojnë të ecin shumë shpejt. Mund të marrësh telefonata, mesazhe, lajme ose një përgjigje që e ke pritur. Në dashuri, energjia është e fortë. Nëse je beqar, një komunikim i papritur mund të ndezë interesin. Në çift, bisedat bëhen më të drejtpërdrejta dhe mund të zgjidhet një keq kuptim. Në punë, mos u trem nga ritmi, thjesht kujdesu të mos marrësh shumë gjëra përsipër. Dhe mesazhi për ju, ajo që priti e gjatë mund të vijë shumë shpejt. Gaforia, letra e tarotit për këtë javë gafore, mbretëresha e kupave. Kjo është një javë ku intuita jote është jashtëzakonisht e fortë gafore. Do ta ndjesh shumë shpejt kur dikush është i sinqert dhe kur dikush po fsheh diçka. Në dashuri, letra sjell ndjeshmëri, afërsi dhe emocione të thella. Nëse je në një lidhje, partneri mund të ketë nevojë për mbështetjen tënde. Nëse je beqar, mos e detyro veten të hysh në një marrëdhënie vetëm sepse dikush të kushton vëmendje. Në punë, beso më shumë tek instinkti yt. Jo çdo vendim duhet të marrë vetëm me logjik. Dhe mesazhi, zemra jote po të tregon diçka, dëgjoje. Luani, letra e tarotit për këtë javë Luan, dielli. Një nga letrat më pozitive të tarotit vjen për ty këtë javë Luan. Dielli sjell qartësi, gëzim, sukses dhe një ndjenjë se më në fund po merr frymë më lirshëm. Në dashuri, kjo është një periudhë shumë e bukur. Nëse je në një lidhje mund të ketë më shumë ngrohtësi dhe momente të lumtura së bashku. Nëse je beqar, mund të tërheqësh shumë vëmendje. Në punë, një rezultat pozitiv mund të të japë më shumë besim në aftësitë e tua. Financat mund të fillojnë të duken më të qëndrueshme. Mesazhi për ju Luan, mos e fshi dritën tënde, kjo është një javë për të shkëlqyer. Virgjëresha, letra e tarotit 8 pentakulat virgjëresh. Për ty java 16-22 gusht lidhet me punën, përkushtimin dhe ndërtimin e diçkaje të qëndrueshme. Mund të mos shohësh rezultate të mëdha menjëherë, por çdo përpjekje po të çon përpara. Në karrierë, aftësitë tua mund të vihen re, mos e nënvlerëso veten. Në financa është javë për kujdes dhe planifikim. Në dashuri, marrëdhënia kërkon përkushtim nga të dy. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë përmes punës ose një aktiviteti të përditshëm. Dhe mesazhi i tarotit, mos u dorëzo vetëm sepse rezultati nuk ka ardhur ende. Peshorja, letra e tarotit 2 kupat peshore. Dashuria, lidhjet janë në qendër të vëmendjes këtë javë peshore. 2 kupat është karta e afrimit, bashkëpunimit dhe ndjenjave të ndërsjellta. Nëse je në një lidhje, mund të ketë një bisedë që ju afron më shumë. Nëse ka pasur distancë, njëri prej jush mund të bëjë hapin e parë drejt pajtimit. Nëse je beqar, një person mund të shfaqet interes më të madh nga sa mendon. Mund të lind një lidhje ku ndjen se më në fund po të kuptojnë. Në punë, një partneritet mund të sjellë përfitime. Dhe mesazhi i tarotit, dashuria e vërtet nuk kërkon që vetëm njëri të përpiqet. Akrepi, letra tarotit akrep, kulla. Mos u trëm nga emri i kësaj letre akrep. Kulla nuk vjen gjithmonë për të shkatëruar. Shpesh vjen për të rrëzuar diçka që nuk ishte më e qëndrueshme. Gjatë kësaj jave mund të marrësh një lajm të papritur ose të kuptosh një të vërtet që të ndryshon këndvështrimin. Në dashuri, një sekret ose një çështje e lënë pa zgjidhur mund të dalë në sipërfaqe. Nëse je në një lidhje
Nëse një lidhje është e fortë, kjo mund të ndihmojë të bëheni më të sinqert. Nëse diçka është ndërtuar mbi gënjeshtra, e vërteta mund të sjellë një kthes. Dhe mesazhi i tarotit për ty, ajo që largohet mund të jetë pikërisht ajo që të pengonte të ecje përpara. Shigjetari, letra e tarotit, rrota e fatit shigjetar. Java sjell ndryshime dhe kthesa të papritura. Një situatë që duke e bllokuar mund të ndryshojë papritur. Në dashuri, mund të ketë një rikthim të një personi ose një mundësi të re që nuk e prisje. Nëse je në një lidhje, një ndryshim e rrethana mund t'ju afrojë më shumë. Në punë dhe financa, mos e refuzo menjëherë një mundësi vetëm sepse vjen në një formë të pazakontë. Kjo letë të kujton se fati ndryshon, mos u lidh shumë me atë që ishte dje. Dhe mesazhi i letrës, rrota po lëviz, je gati kur të vi radha dhe jote. Bricjapi, letra e tarotit për këtë javë, Bricjap, mbretëresha e pentakulave. Kjo javë të sjell në fokus e siguria, familja, shtëpia dhe financat, Bricjap. Mund të ndjesh nevojën për të krijuar më shumë stabilitet dhe për të vendosur gjërat në rregull. Në punë përkushtimi yt mund të sjellë rezultat. Në financa është momenti për të menduar praktikisht dhe për të shmangur shpenzimet impulsive. Në dashuri, letra tregon një marrëdhënie ku rëndësi kanë kujdesi dhe veprimet, jo fjalët. Nëse je beqar, mund të kërkosh dikë që të jep siguri dhe qetësi. Dhe mesazhi i tarotit, stabiliteti që kërkon, fillon nga mënyra se si kujdesesh për veten. Ujori, letra e tarotit për këtë javë, ylli. Pas një periudhe me shumë mendime ose pasigurira ujor, kjo javë sjell shpresë. Ylli është letra e shërimit, besimit dhe një të ardhme më të ndritshme. Në dashuri mund të fillosh të besosh përsëri tek një person ose të vetë ideja e dashurisë. Nëse je beqar, mos u mbyll emocionalisht për shkak të së kaluarës. Në punë, një ëndër që e keni lënë mënjan mund të fillojë të duket përsëri e realizueshme. Financat kërkojnë durim, por energjia është pozitive. Dhe mesazhi i tarotit për këtë javë, mos i dorë nga ajo që dëshiron vetëm sepse rruga është më e gjatë nga sa e prisje. Peshqit, letra e tarotit, gjykimi peshq. Kjo javë sjell një moment zgjimi. Gjykimi të fton të shohësh të kaluarën me sy të rinj dhe të vendosësh çfarë do të marrësh me vete dhe çfarë duhet të lësh pas. Në dashuri, një person nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet e tua ose madje shfaqet përsëri. Pyetja kryesore është, a ka ndryshuar situata apo thjesht po përsëritet historia? Në punë mund të marrësh një përgjigje, vendim ose mundësi të dytë. Mos ke frikë të korrigjosh një zgjedhje të vjetër. Dhe mesazhi i tarotit, e kaluara mund të të mësojë, por nuk duhet të të burgos. Dhe të shohim një mesazh të përgjithshëm nga taroti për javën 16-22 gusht, sjell shumë energji ndryshimi, disa shenja mund të përballen me një kthes të papritur, dhe të tjera do të marrin një mundësi për stabilitet, dashuri ose fillime të reja. Mos harroni, taroti nuk përcakton fatin tuaj. Ai ofron një pasqyrë për energjitë dhe zgjedhjet që mund të shfaqen. Vendimet janë gjithmonë në duart tuaja. Nëse ky lexim ju pëlqeu, lini një koment në shenjën tuaj të horoskopit dhe na tregoni nëse letra juaj rezonon me situatën që po përjetoni. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Ju uroj një javë të këndshme.